Për këtë ditë KQZ-ja ka qenë angazhuar veç që nga shpallja e ditës së zgjedhjeve për përgatitje dhe të gjitha përgatitjet deri me sot kanë përfunduar. Tash fillon procesi zgjedhor dhe pas kësaj dite fillon edhe numërimi në të gjitha qendrat komunale të numërimit. Meqense është në këtë qendër do të thotë në orën 7 ka fillu procesi zgjedhor. Unë besoj që edhe në gjithë territorin e Kosovës sot ka fillu veç në orën 7 procesi zgjedhor. Me këtë i bëj thirrje të gjithë qytetarët të Republikës Kosovës që të dalin dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre kushtetuese për të votuar. Dje është votuar në përfaqësitë tona që i kemi hapur si qendrat votimit dhe çdo gjë ka shkuar mirë. Sipas informacioneve në këtë mëngjes po 4 qendrat e votimit në Kanadë dhe në Amerikë kanë qenë diku rreth 81% të votuesve me drejt vote që kanë votuar. Presim edhe të dhënat nga New Yorku. Sa i përket masave, KQZ-ja do të bën kontrollin e 10% të gjitha vendvotimeve, pasi që të kthehet gjithë materiali sensitiv në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Ne do të kontrollojmë në mënyrë random 10% të gjitha kutive. Dhe mbas të dhënave që do t'i nxjerrim nga 10%, do të shohim trendin se a do të ketë ndonjë rinumërim apo nuk do të ketë nevojë për rinumërim. Një pikë tjetër që kemi ndërmarrë është edhe funksionimi i tavolinës numërimit. Në tavolinën e numërimit do të ketë edhe një monitor shtesë për zyrtarët që do të numërojnë, që të shohin, të vëzhgojnë procesin e numërimit dhe të futjes së të dhënave. Sa i përket personave të involvuar në procesin e kaluar, ne e kemi dërguar të gjithë listën e kandidatëve apo të themi pjesëtarëve të cilët kanë qenë të nominuar në Këshillin Gjyqësor të Kosovës edhe në Këshillin Prokurorial për verifikim dhe sipas të dhënave që kemi marrë asnjëri nuk është në ndërtime. Nuk kemi bërë asgjë ndryshe nga procesi i kaluar. Personat që nuk dinë shkrim lexim kanë të drejtë të njoftohen nga familjarët e tyre, nga personat që mund të njoftohen lidhur me tërë procesin, janë të lirë të printojnë ndonjë flet votim nga interneti, të shohin, të njoftojnë të thotë se si të votohet, ndërsa prapa kutisë së votimit janë të vetmuar.